Leon Mirtaj luajti dje ndeshjen e parë në Europë, ndërsa ishte për t'u harruar. Debreceni i besoi vendin e titullarit, pikërisht në humbjen 5-1 që pasoi me eliminimin në turin e tretë të Ligës së Konferencës. 18 vjeçari, çuditësisht u aktivizua në krahun e djathtë të mbrojtjes. Vlerësimi 4/9 nga SofaScore ishte më i ulti nga të gjithë lojtarët. Mirtaj u ndëshkua me karton të verdh në minutën e 57, ndërsa nuk u zëvendësua. Kujtojmë se futbollisti shqiptar vendosi këtë vit të ndryshonte kombësi, duke lënë Shqipërinë për Hungarinë. Më pas erdhi edhe kalimi i tij nga Akademia e Tottenham te Debrecen. Mbrëmja e djeshme në Danimark ishte plotësisht për t'u harruar. Armand Rada ka qenë shumë i pafat, pasi vetëm pak ditë para debutimit të shumë pritur të tij në Serin B, është dëmtuar dhe nuk pritet të jetë në javën e parë të sezonit të ri. Mesfushori i cili në të kaluarën ka qenë pjesë e përfaqësueseve të moshave të Shqipërisë, ka siguruar ngjitjen në Serin B me skuadrën e Viçencës dhe pritet të jetë një element i rëndësishëm për këtë sezon. Por klubi bëri të ditur sot se Rada ka pësuar një dëmtim në pulp gjatë stërvitjeve të kësaj jave. Kësaj, lojtari është lënë pushim dhe ka filluar fazën e rikuperimit, por ai pritet të humbas ndeshjen e parë të sezonit në Serin B, atë që luhet më datë 21 korrik përballë Catanzaros. Pajisja me pasaportën shqiptare të talenteve të reja që duan të veshin fanellën kuqezi duket se po has në vështirësitë ka krijuar së fundmi një përplasje në distancë mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe institucionit të presidencës. Kjo shihet qartësisht në një postim në rrjetet sociale i Tefik Osmanit, i cili në rolin e përgjegjësit të skautizmit të FSHF i është drejtuar publikisht presidentit Bajram Begaj duke e pyetur se pse procedurat bëhen të përshpejtuara për lojtarët të Kosovës, si në rastin e Albion Rahmanit, por jo për talentet shqiptare. Postimi i Tefik Osmanit. Zoti presidenti i Republikës, po ju drejtohem publikisht jo për një favor, por për një përgjigje që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e futbollit shqiptar. FSHF-ja ka dorëzuar dokumentacionin për rreth 10 djemë dhe vajza me potencial të madh, të cilët mund të përfaqësojnë Shqipërinë në ekipet kombëtare të moshave. Përgjigjja që marrim është se ka ndryshuar ligji dhe duhet të presim VKM-n. Dua të jam shumë i qartë. Ne si FSHF jemi plotësisht pro që lojtarët me origjinë nga Kosova të pajisen me pasaportë shqiptare. Madje kemi punuar dhe kemi bërë marrëveshje me Italinë pikërisht që lojtarët shqiptar të mos konsiderohen ekstrakomunitar. Por pikërisht për këtë arsye lind një pyetje e fortë. Si është e mundur që procedurat për një lojtar të profesuese së Kosovës si Albion Rahmani mund të ecën dhe të përfundojnë, ndërkohë që dokumentacioni i lojtarëve dhe lojtareve të FSHF-ja po përpiqet t'i afrojë me kombëtarët e Shqipërisë, qëndron gjithmonë në prikje. Nuk kemi asgjë kundër Rahmanit apo lojtarëve të Kosovës, përkundrazi kjo është një çështje që ne e mbështesim, por kërkojmë që njëjti seriozitet, e njëjta shpejtësi dhe e njëjta vëmendje të kushtohet dhe talentave që mund të veshin fanellën kuqezi, sepse këtu nuk po flasim për dokumente që mund të presin pafundësisht, po flasim për fëmijët të rinj që kanë një moshë, një cikël kombëtare edhe një moment të caktuar në zhvillimin e tyre. Nëse shteti mund të gjejë një zgjidhje kur bëhet fjalë për një lojtar që përfaqëson Kosovën, pse nuk mund të gjendet një zgjidhje me të njëjtën urgjencë për lojtarët që presin të përfaqësojnë Shqipërinë, sepse në fund rrezikojmë diçka shumë më të madhe se një dosje të vonuar. Rrezikojmë të humbasim talente që Shqipëria i ka gjetur, i ka ndjekur dhe i dëshiron. Dhe do të ishte paradoksale që talentin ta humbnim jo në fushën e futbollit, por në pritje të një procedure administrative. Me respekt, Tefik Osmani. Ish trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho nuk kërkon të humbas shumë kohë me pushimet e gjata teksa ka dalë në nxemje dhe po bëhet gati për një aventurë të re. Klan News mëson se braziliani është një nga kandidatët për të marrë trajtimin e kombëtares së Algjerisë, që së fundmi mori pjesë edhe në botrorin 2026. Ai priti të pasojë Vladimir Petkovicin, i cili në datën 3 gusht u largua nga trajtimi i Algjerisë pas një botrori shgënjyes ku Algjeria u eliminua në fazën e 1/16 pas humbjes 2-0 ndaj Zvicrës. Bëhet me dije se rivali kryesor i Silvinhos është spanjolli Felix Sanchez Bas, ish trajneri i Katarit dhe një emër me eksperiencë të konsiderueshme. Pritet me mjaft kuriozitet të mësohet nëse do të kemi një marrëveshje apo braziliani do të mbetet të jesh një kandidat.
E ardhmja e Ernest Muçit të Trabzonspori mund të japet si çështje në bashkësi televizjeve të klubit në Mercato. Situata futbollistit shqiptar lidhet me limitin e lojtarëve të huaj në kampionatin turk. Trabzonspor po punon për transferimin e një mesfushori të huaj në pozicionin e numrit 6. Për një lëvizje e tillë mund të krijojë probleme me kuotën e të huajve në skuadër. Në këtë skenar, drejtuesit e klubit mund të detyrohen të rishikojnë situatën e disa prej futbollistëve aktual. Me semërve që mund të preken nga ky ndryshim është Ernest Muçi. Sipas raportimeve nga Turqia, Trabzonspor mund të shqyrtojë ofertat që mund të mbërrinë për futbollistin shqiptar, veçanërisht nëse bëhet fjalë për një propozim financiar të konsiderueshëm. Në repartin ofensiv, klubi turk ka alternativa të tjera për pozicionin ku aktivizohet Muçi, me Ruslan Malinovski dhe Aral Shimshir që konsiderohen gjithashtu si opsione për trajnerin. Kjo situatë mund të bëjë më të hapur mundësinë e një ndryshimi në përbërjen e skuadrës. Megjithatë, aktualisht nuk bëhet fjalë për një vendim të marrë për largimin e Muçit. Ardhmja e tij do të varet nga zhvillimet e merkatos, nevoja për të liruar një vend në kuotën e lojtarëve të huaj dhe mbi të gjitha nga oferta që mund të mbërrijnë në adresë të Trabzonsporit. Klubi turk pritet të shqyrtojë çdo propozim që përputhet me pritshmëritë e tij financiare, ndërsa një ofertë e konsiderueshme mund ta ndryshojë situatën e Muçit. Nga ana sportive, Muçi vazhdon të ketë disa elementë që bëjnë një alternativë të rëndësishme për skuadrën, kështu merkatoja e Trabzonsporit dhe veçanërisht transferimi i mundshëm i një numri 6 mund të përcaktojë dhe fatin e Ernest Muçit. Për momentin, shqiptari mbetet pjesë e skuadrës për një ofertë të lartë dhe nevoja për të menaxhuar kuotën e lojtarëve të huaj mund ta vendosin të ardhmen e tij në diskutim. Marian Shkumbulla është prezantuar 2 ditë më parë si futbollisti më i ri i Rayo Vallecano pasi ka finalizuar huazimin nga radhët e Romës të klubit spanjoll. Ajo që është bërë publike deri tani ishte se Rayo Vallecano kishte një opsion për blerjen në fund të sezonit të mbrojtësit të kombëtarit shqiptare dhe Fabrizio Romano ka publikuar detajet e kësaj marrëveshje mes klubeve. Sipas tij, klubi spanjoll mund të blejë Kumbullën për 2.5 milionë euro në fund të sezonit në Roma, ndërsa klubi italian do të zotrojë 10% të një shitje të mundshme të tij në të ardhmen. Kjo është një shifër shumë e ulët se ajo për të cilën Roma mbleu lojtarin nga Verona në vitin 2020. Në so kohë Roma shpenzoi në total 29.5 milionë euro për futbollistin, të cilin e huazoi fillimisht të pastaj e bleu në fund të kartonit të tij. Ai mbetet transferimi më i shtrenjtë të gjitha kohëve për një futbollist të kombëtares shqiptare të futbollit. Simoni dhe lëm të mirën gjermanisë në këtë sezon duke u larguar nga Kaiserslautern për të bërë pjesë e Luzernës në kampionatin zviceran. Pas një fillimi të vështirë, Simoni duket se po ambientohet me kampionatin vendas pasi në javën e tretë të tij në ndeshjen ndaj Senegalit ai ishte protagonist në barazimin 2-2. Simoni u quajtur lojtari më i mirë i ndeshjes sipas vlerësimeve të SofaScore me notën 9.1 pas paraqitjes së tij. Kjo notë përveç të tjera shqetësoi portierit të talentuar 22 vjeçar që do bëhet pjesë e formacionit të kësaj jave në kampionatin zviceran të futbollit. Kapiteni i kombëtares, Berat Gjimshiti, i dha fund aventurës 10 vjeçare me Atalantën, teksa nëpërmjet një reagimi të gjatë në Instagram, ka prekur me fjalët e shkruara, duke falenderuar çdo bashkëdhëtar të këtij kapitulli fantastik në klubin italian. Lideri Kuqezi do të nisë tashmë një aventurë të re te Al Diriyah në Arabinë Saudite. Statusi i plotë i Gjimshitit. Arrita në Bergamo 10 vjet më parë, si një futbollist i ri, me një ëndër dhe një dëshirë të fortë për të vërtetuar vlerën time. Sot largohem, duke e ditur se ky vend më ka dhënë shumë më tepër se sa futbolli. U rrita këtu si lojtar, si burr dhe si baba. Familja ime u rrit këtu. Bergamo është bërë shtëpia ime dhe Atalanta është shumë më tepër se sa një ekip. Gjatë këtyre 10 viteve kemi përjetuar fitore, humbje, net të paharrueshme dhe gola që ndoshta dikur vetëm i ndërronim. Por ajo që do të marrë me vete më shumë se çdo gjë tjetër, janë njerëzit. Shokët e mi të ekipit, trajnerët, i gjithë stafi, çdo person që punon për këtë klub, familja Perkasi, tifozët tanë dhe të gjithë njerëzit e Bergamos. Faleminderit për besimin tuaj, për mbështetjen tuaj, që luftuat për krah nesh dhe që më bët mua dhe familjen time të ndihemi pjesë e diçkaje të veçantë. Asgjë që kemi arritur nuk na është dhënë. E ndërtuam së bashku, me punë të palovur, sakrificë, disiplinë, zemër
dhe atë mentalitet që e bashkon thellësisht Atalantën me qytetin e saj. Sot fillon një kapitull i ri, por ka vende nga të cilat nuk largohesh kur vërtet. Mund të largohesh nga një ekip, mund të largohesh nga një qytet, por ne mbajmë një shtëpi brenda vetes. Faleminderit për gjithçka, Bergamo. Faleminderit për gjithçka, Atalanta. Për gjithmonë në zemrat tona.